E përmendët gjatë kohës kur po flisnit motrën edhe vllaun. Në këtë kohë ku ndoshta familjet pak e kanë humbur atë kuptimin si ka hyri çik xhelozia, hoç po ta shohim vllau me vllaun, jo nuk flasin, motra me vllaun, por në muajin e shenjtë të Ramazanit, ndoshta për hatër të asaj tryezës madhështore që shtrohen ushqimet, e ka dhe këtë solidaritetin që Ramazani bashkon familjet. Ashtë. Të gjithë ulen në një tryezë, për hatër të Ramazanit, bashkohet nëna me të gjithë fëmijët, bashkohet vllau me vllaun, ndoshta edhe dinamika e jetës e ka bërë që të mos takohen shumë sepse është jeta tashmë shumë e rëndë, por sa ndikon Ramazani në aspektet familjare, shoqërore, miqësore, në përditshmërinë në këtë muaj të shenjtë? Muaj Ramazanit është muaj me të vërtet shumë i begat dhe muaj i mirësive shumë të mëdha. Është muaj që e afron familjen, e bashkon familjen më të afërt dhe familjen në përgjithësi, miqësinë, edhe pastaj edhe më gjerë, i bashkon familjen e ngushtë në iftare, pra në syfire. Jashta muajit të Ramazanit, pra vështirë është që të bashkohen e gjithë familja në sofër, që mëngjesin të hajnë së bashku drekën apo darkën, si që thatë edhe ju jeta shumë dinamike. Mirë po, muaj Ramazanit të gjithve na bashkon në sofrën e iftarit, në sofrën e syfirit. Pastaj na afron me vlezërit, me motrat, me të afërmit, me miqët, me dashamirët, me të gjithë vlezërit në përgjithësi. Na bashkon në iftare, në gëzime. Andaj, Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur thot se lisaimi farhatan, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Agjerusi ka dy gëzime, kur bën iftar dhe kur do të atakoj Zotin e tij me agjerimin e tij. Iftari është një gëzim i veçantë që përjetojnë agjeruesit. E gjithë familja e ulur bashkë në sofër dhe e pret momentin për të çelë iftarin. Jo pse do të hajë dhe do të pi, po pse ka arrit agjeruesi që të agjeroj atë ditë dhe është zbashku me gjithë antarët e familjes, me miqët, me dashamirët, me shokët dhe bën iftar. Është një përjetim, një kënaqësi shpirtënore e veçantë kjo e iftarit. Do të gëzohet edhe më shumë kur do të takoj Zotin me agjerimin, me shpërblimet e mëdha të agjerimit që i ka përgatitur Zoti për agjeruesit. Siç e thatë, është e detyrueshme, obligueshme, e patjetër që ne ta duam njëri tjetrin, ta duam vllaun, ta duam motrën. Mos të i kpusim lidhjet parafisnore, lidhjet e gjakut. Këto t'i mbajmë. Në shumë vende Zoti na urdhnon që t'i ruajmë lidhjet farefisnore, lidhjet e gjakut. Na ndalon rreptësisht që të hidhrohemi mes vete. Mund të hidhrohemi, po nuk lejo të qëndrojmë të hidhruar më shumë se 3 ditë. Të mbajmë lef. Të mbajmë lef, të mbajmë hidhrim më shumë se 3 ditë. Po duhet të nxitojmë, të pajtohemi, të afrohemi, të vizitohemi, të ftojmë njëri tjetrin, të ftojmë gjatë muajit të Ramazanit iftar, vllaun, motrën, të afërmin, mikun. Ka shpërblime shumë të mëdha. Ai i cili një agjeruesi t'i jep në iftar, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, thot i ka shpërblimet edhe të atij agjeruesit, pa ju paksu shpërblimet e tij, pra. Paramendon është sevap shumë i madh një agjeruesit t'i japsh iftar. E në veçanti, pra, të afërmit, vllaut, mikut, motrës, të afërmve. Pastaj edhe në përgjithësi. Pra, është muaji i dashurisë, është muaji i respektit, është muaji që na afron mes vete, familjen,
të afërmit, miqasin. Shtu na donë Zoti agjerus. Nëse ne agjerojmë, mirë po, lidhjet farefisnore nuk ju kushtojmë rëndësi. Apo qëndrojmë, i ndërprejmë lidhjet farefisnore, që është mëkat shumë i madh. Nuk folim me njëri tjetrin, nuk kemi respekt ndaj prindërve, ndaj vëllezërve, ndaj motrave, ndaj të afërmve. Atëherë, pikpyetje e madhe është ai agjerimi ynë a pranohet te Zoti xhaleshanuhu. Nëse raportet tona mes vete nuk i kemi si duhet, nuk i kemi në rregull, atëherë pikpyetje e madhe agjerimi a na pranohet te Zoti xhaleshanuhu. Për të na u pranu agjerimi, ne duhet të sillemi mirë me njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, duke filluar nga prind, nga të afërmit dhe duke u zgjeru më gjerë.